Pra, atë që është goditur, aty ka goditur. Nëse ti ke goditur baza ushtarake, Irani ka godit bazë ushtarake. Nëse ti ke goditur raketa, i ka godit raket. Nëse ti ke goditur naftën, ajo që ndodhi ku Trump tha që generali i Amerikës, forcave amerikane tha që ne kemi thënë Izraelit mos godasi pusit e naftës edhe rafinerit, në të njëjtën kohë Izraeli goditi. Dhe në atë moment Irani u përgjigj po me të njëjtën mënyrë duke i goditur rafinerit e naftës. Pra, çka do të thotë që në këtë moment Irani nuk ka qenë bisedime. Kjo është taksative që Irani nuk ka qenë në bisedime me Amerikën, nuk ka pas asnjë lloj bisedime, asnjë lloj komunikimi me ta. Dhe ajo që të thash u detyruan ta kërkoj Amerika këtë lloj armë pushimi, qoftë edhe për municion, duhet kuptojmë edhe gjë se është edhe problemi i municioneve. Jo se Amerika nuk ka municion në Amerikë, por nuk ka aty në frontin e luftës, se aeroplan mbajtësit tek e fundit mbajnë një kapacitet caktuar të raketave, nuk është se mbajnë në mënyrë pa numërt një e para, dhe furnizimi që bëhet me raketat tek aeroplan mbajtësit i bëjnë furnizimin vetëm në baza, nuk mund t'i bëjnë në det hapur apo në mole të ndryshme. Kështu që në këtë moment jemi në atë pikën ku edhe Izraeli vet nuk ka kapacitetin për ta vazhduar luftën, pavarësisht se u deklarua nga Trumpi që nuk do godasim 10 ditë, nuk do godasim dhe do ulimi në tavolinë. Ishte Izraeli, në atë moment ishte Izraeli që deklaroi që vërtet nuk do të goditet Irani, pra Amerika mund të bëjë një pakt me Iranin, por ne do godasim Libanin, do vazhdojmë luftën në Liban. Po. Ishte një deklaratë kontradiktore, themi. Pra këtu prap tregohet ai kontradita ndërmjet të dy palëve aleat, Amerikës edhe Izraelit, sepse dhe vetë Izraeli ndodhet në një situatë tepër të vështirë ku nuk mund ta përballojë luftën edhe me Iranin edhe me Libanin. Mos harrojmë se ka pasur humbje të mëdha Izraeli, pavarësisht nga deklaratat që bëjnë. Dhe para 3 ditësh, mos gabofsha, për herë të parë Hezbollah gjuajtën një anije izraelite e cila u gjujt me një raketë ujore. Ishte hera parë që Hezbollahu goditi me një raketë tillë. Por nuk këto lloj lajmesh nuk jepen për vetëm arsye sepse nuk duan të tregojnë atë. Izraeli nuk do ta tregojë atë mungesën e kapacitetit të tij dhe humbjet që Izraeli ka. Vetëm në luftën që Izraeli ka pasur me Libanin janë rreth 100 sa tanke të asgjësuar, pa llogarit numrin e njerëzve të humbur. Por janë fakte që nuk i japin. Kështu që në këto kushte Amerika ishte detyruar të ta kërkonte këtë lloj armëpushimi. Ky armëpushim do dali në tavolinë, dhe në tavolinë tashmë do shohim se çfarë do bie dakord Amerika, por një gjë është kryesore që themi është win-win, atëherë do të themi që do të kenë dy palët duhet të jenë barabartë. Në këtë moment nuk shoh që dy palët janë barabartë. Shoh që tashmë atë stafetën e ka Irani dhe kushtet do t'i caktojë Irani. Irani ka bërë një strategji tjetër, dhe po të shohim kanalin e Hormuzit, pavarësisht se është diskutuar gjithmonë mbyllet që kanali është mbyllur, kanali e Hormuzit në asnjë sekond nuk ka qenë i mbyllur. Pavarësisht kanë deklaratat që janë bërë. Pse? Sepse anijet kineze, anijet indiane, anijet të cilat ishin, themi, në mbështetje apo nuk kishin ndërhyrë në luftë, nuk janë penguar. Madje mund të them që në momentin kur Franca në Këshillin e Sigurimit vendosi hodhi poshtë kërkesën për të ndërhyrë me forcë nga OKB-ja në kanal të Hormuzit, në atë moment lejoi që anija francezët kanonin në kanal të Hormuzit. Iraku e shet të gjithë naftën, vazhdon ta shesi, edhe gjatë këtyre ditëve ka shitur naftë, vetëm nga marrëveshja që ka bërë me Iran.
Pra, kanali Ur Muzik ka qenë funksional. Nuk është se ka qenë i ndaluar për anijet amerikane dhe sidomos anijet iraniane. Dhe të gjithë vendet të cilët e mbështesin këtë luftë. Pra janë kundër Iranit, ato vende ai nuk i ka lejuar. Vendet e tjera kanë kaluar në kanal të Hormuzit. Kështu që është një propagandë që bëhet gjithmonë në luftë, gjithse kush kërkon të shtojë akoma më tepër atë propagandën dhe për ta treguar armikun sa më dobët, apo bëjnë kërkesa të cilat janë pa bazë, themi, pak a shumë për një arsye. Nëse ti i kërkon Iranit që mos ndërtoj bombën bërthamore, po mos harroni se ka qysh nga 1984 që Izraeli ka ngritur pretendimin e parë që Irani për 2 javë të ndërtoj bombën bërthamore. Nga viti 1984 deri në 2026, i thonë rreth 50 vjet që Irani vazhdon, Izraeli vazhdon me të njëjtën melodi që Irani do bëj bombën bërthamore. Në të njëjtën kohë, kur Irani e ka pasur të ndaluar me ligj, me fetva, thonë, quhet në atë gjuhë, nga Khamenei që nuk do ndërtojmë bombën bërthamore. Por çfarë kërkon Izraeli? Unë kam frikë që Izraeli, edhe pse Amerika ka bërë këtë lloj marrëveshje, Izraeli do jetë ai që do godasi. Do vazhdoj të godasi. Pikërisht në këtë moment, kjo është ajo që doja të pyesja, sa do respektohet ky pushim 2 javor, sepse kemi parë në rastet e mëparshme ku nuk është respektuar dhe në momentin e fundit kur kanë qenë duke u zhvilluar bisedimet, Irani është goditur. Pikërisht, të po të them se edhe në bisedimet që ishin para lufte, para se të niste konflikt, kur arriti që Irani dhe Amerika të ulishin prezent në tavolinë, jo më me video call, po prezent në tavolinë, në atë moment kur ranë dakord, qoftë për bombën bërthamore, që Irani gjithmonë ka qenë dakord për bombën bërthamore, hajde kontrolloni se nuk kam, por qoftë edhe për prodhimin e uraniumit, kur ranë dakord që do zvoglohej në 1.3 prodhimi uraniumit dhe nuk do kishte për 5 vjet nuk do prodhonte uranium. Në këtë moment, kur 2 palët ranë dakord dhe thanë janë bisedime të frytshme, në këtë moment që shkuan ndër qeveritë e tyre për të biseduar me qeveritë e tyre apo për të përcjellë dakordsinë në qeveritë e tyre, pra se ishin 2 pika shumë kryesore këto, në atë moment Izraeli goditi. Dhe në atë moment ka filluar lufta. Pra me 27 ishin në tavolinë, me 28 filloi lufta. Dhe ajo deklarat e Izraelit, e cila thot që unë me Libanin, pra përjashtohet Libani nga kjo marrëveshje që bën Amerika, tregon që Izraeli do godasi prapë, do vazhdoj të godasi. Dhe Izraeli ka goditur gjithmonë personat të cilët kanë qenë në tavolinë. Ali Arani ka qenë një nga negociatorët më kryesor në çdo negociatë ka qenë në tavolinë. Izraeli e goditi, e vrau. Dhe të gjithë ata njerëz të cilët ishin, themi, më liberal, sepse jo më liberal në kuptimin se janë liberalit të lëshojnë të bëjmë, por duhet kuptojmë një gjë që të ulesh në diplomaci ka një problem. Nëse ti nuk e njeh diplomaci, nëse ti nuk e ulur në tavolina, nëse ti nuk di se si bëhet biseda, nëse ti nuk arrit të krijosh alternativa që hidhen në tavolinë dhe të bisedosh nëpërmjet alternativave dhe nëpërmjet se mund të shkosh në tavolinë dhe të thush këtë dhe pik maroj. Pra negociatat prandaj bëhen. Që tolerohet dhe bëhet, mirë, por duhen njerëz me eksperiencë. Këto njerëz me eksperiencë, të cilët kanë qenë për bisedime dhe kanë qenë gjithë kohën në kontakt, këto njerëz Izraeli ka vrarë. Dhe tani çka ka sjell njerëz të cilët janë më radikal se sa ata që u vranë që ishin në tavolina. Sepse ka dhe në tavolinë ka dhe një gjë. Për shembull, nëse këta ishin ulë me kushtin, ulën me kushtin në tavolinë, do të thotë se kishin shtrënguar dorën njëri tjetrit dhe njiheshin personalisht, pra krijon një marrëdhënie tjetër. Po jo me një njeri që ti nuk ke asnjë lloj marrëdhënie, asnjë lloj kontakti. Dhe këtu
unë dyshoj tek Izraeli se do ta vazhdoj dhe apo do ta përkeqësoj luftën, sepse Izraelit nuk i leverdis domethënë tërheqja e Amerikës. Izraeli kërkon të vazhdoj luftën sepse ai do të Netanyahu ka atë projektin e tij, duke menduar se do bëj Izraelin e madh, një Izrael të madh që ai e ka deklaruar dhe e ka shpallur në luftën 12 ditore. Lufta 12 ditore doli me hartën e Izraelit të madh dhe thanë ne do bëjmë Izraelin e madh, se ti Netanyahu ka i të keqë ky Netanyahu. Përveç se është se ky ka qenë, se njerëzit nuk e dinë që ky ka qenë në organizate terroriste Netanyahu fillimisht. I vllai ka qenë kështu me grad generale, komandante ushtrie, që ka qenë ky ka qenë ato grupe terroriste dhe ky vazhdoi ala me terrorizmin. Por Netanyahu nuk është diku në i rabin do i këtë thonë ti që ti e Mesia dhe ky ju ka mush mene që është Mesia, thot jam misionare, edhe ky vazhdon me atë vetën, ky vazhdon ta bëj, dhe ky ishte personi i cili e futi në Amerikën, e tërhoqi në Amerikën në këtë luftë. Sepse Amerika nuk ishte për të futur në luftë. Nuk ishte për të futur në luftë për vetëm arsye se asnjëherë të gjithë presidentët e Amerikës, nëse do t'i vëmë të gjithë presidentët e Amerikës vërtet kanë bërë shantazhe, vërtet kanë bërë presione, vërtet kanë bërë kontrolle në Iran, por kur nuk kanë deklaruar dhe nuk kanë bërë luftë me Iranin. Për shumë arsye. Një nga arsyet kryesore është se Irani është i shtet 3000 vjeçar. Shtet 3000 vjeçar. Irani. Se kur të futesh në një luftë do të njohësh edhe gjeografinë, edhe historinë e vendit. Tashti, kur Roma që ishte perandori, dërgoi 7 legjione dhe të 7 ngelen aty, dhe ai kap komandantin, e kap peng. Dhe nuk arriti ta pushtoi Persi. Kur Osmanët që ishin perandori prap nuk arritën ta pushtojnë, por e fundit fare lufta Irak-Iran, me gjithse zgjati 8 vjet përsëri nuk arritën ta pushtojnë. Dhe një vend i cili jeton në saksione, për 50 vjetësh jeton në saksione, dhe vazhdon akoma mbijeton apo zhvillon, dhe nuk kanë kuptuar që Irani nuk është shtet unipolar, pra që ti vrave komandantin apo liderin supreme dhe ra shteti. Ai është shtet piramidal. Dhe këtë e tregoi. Pra ne them që Amerika nuk e ka pasur ndonjëherë plan për të sulmuar Iranin. I gjithë plani ka qenë Izrael, sepse është lufta 7 e quajnë ata, luftën e Iranit. Pra, dhe Netanyahu ka deklaruar edhe tashmë në këtë luftë deklaroi që pas shiitëve do filloj me sunitët. Pra, masi të marrë me Iranin do filloj me Turqinë. Dhe prandaj mundohet ta fusi Turqinë në lojë, në luftë kundër Iranit. Edhe incidenti që bën me atë ambasadën izraelite në Turqi. Po, konsulatën. Për të rrit konfliktin dhe për ta fut Turqinë në valle.